Давай. Камера не стрелялась ты? This is number 2. 2 babies? Mhm. Oh yeah, 2 babies. Baby? 1, 2. Yeah, so you can see both. 3 or 2? 2. Oh no. And both with heartbeat. Oh my god. You can see the heartbeat here? No. Here. Okay. Oh yeah. Perfect. Okay. And the other one. It was second one. Heartbeat as well. Okay. A me lexove? Po tani duro, po lexoj. Po e kena anglisht, moj. Okej. Shife se të kam nis një foto. Ku e gjeti dhe? Të Është pëlqen? ankull. Të pëlqen? Them le të përkthej çik çfarë thot ajo fotoja që të kam çuar. Vetëm vëllai më i mirë promovohet në daj. Po, kështu që urime. Po tallë mur. Nuk po tallem. Ma trego? Qa me tregu, s'kam gjë për të treguar momentalisht. Bobe, Për zotin, seriozisht e ke? be, I kesh. o për zotin e kam serios. Për zotin ke jo, motër, po shumë prekit i shpitale. O e kam seriosisht për zotin, urime, daja për herë të dytë. Mos po ma fusni mua, se sigur. Është e vërtet? Po ti e dishte? Po? As më ke thonë? Për zotin! Seriozisht? Të dua shumë, po të masa nis me shumë pozitivitet, mashallah. Ti nuk e para zi akoma, është thjesht telefonata parë. Vërtet. Love you, qa do thuash për kamerën? Të dua shumë ke më ke dhënë një surprizë shumë bukur, një lajm shumë bukur për zotin. Jo, do të tregoj diçka. Jo! Po i shiko, nuk i dallon, Nuk dallet, po kuptoj se ç'ash. Ha, mos ja kuptoj. Për zotin. Vono robi, po kur e bën tamam. Ja bau. Do të tregoj diçka. Kush? Ti? U të vdes, djali. E di dhe një gjë tjetër, të them dhe një gjë tjetër. Shife mirë. Bijak? A, dhe ke qenë. Jure se është për të gëzuar. Po ka vetë qiko. Binjak. Kore, ja. Binjak o t'i sharë. Dy me njëra. Dy. Hello,
Mirëmëngjesi. Shumë e lumtur, por nuk jam kaq entuziaste. Bëhem kështu sa herë hap kamerën sepse në realitet po qaja. Jam një frikacake, super frikacake, që e kanë mbytur emocionet, por kur hap kamerën nuk e di pse, po ju e dini që unë jam gjithmonë e qeshur, e gëzuar në çfarëdo lloj situate të jem, sepse kështu di të jem. Nuk di dot të jem dramatike para kamerës, por jemi në maternitet. Ua, maternitet. Ju bëj një room tour. Ky është krevati i bebave, por akoma nuk kemi beba, i kemi këtu brenda. Ky është një krevat tjetër, kjo është pamja. Ky është babi, ka emocione si ndjesh? Pak emocione kam, po ndjem shumë mirë, jam shumë pozitiv, pas të proces, edhe kaq. Po, edhe i beson shumë doktorët. Edhe këtë krevatin zgjodha unë. Ne donim një dhomë familjare ose një junior suite në spital, në mënyrë që t'ishin vetëm, sepse ka shumë anë pozitive. Një nga anët pozitive që është fakti që mund të flesh me bashortin, me mamin, me vjerën, me këtë duash në dhomë gjatë gjithë natës edhe t'i kesh ndihmë. Ndërkohë në këto dhomat mund të hynë personat, babi, mami, vjera, çdo kush, vetëm nga ora 8 e mëngjesit edhe deri në orën 8 të darkës. Kështu që unë pas orës 8 të darkës më duhet 3 vetëm me të 2 fëmijët, edhe kjo më jep shumë gjendje ankthi, se them si do ja dal. Dhe nuk e di a do kem ndihmën e infermierëve, besoj që po, por nuk i kam pyetur për këtë pjesë. Ama kjo është arsyeja pse kishim kërkuar që ta pagonin vetë atë dhomën tjetër, por materniteti sot është full, kishin bërë 10 lindje dhe kanë 4 cezariane, lindje cezariane të programuara që nuk e di ma do i çojnë deri në fund, se për shembull dje kishin lënë njërën për cezariane dhe i kishin thënë hajde sot dhe ne e takuam prap këtu. Jemi në spital si përfundim, kështu nis kjo eksperjenca jon. Unë nëse do më pyesni si ndihem, kam shumë frikë, kam shumë ankth, kam shumë pasiguri, por thjesht i lutem Zotit që çdo gjë të shkojë mirë, edhe shëndeti është kryesori. Pastaj çdo gjë tjetër do rregullohet. Dhomën ju a tregova. Këtu kemi një tualet. Ja se si duke tualeti. Ka dushin. Okej, bie është për 2 persona ky tualeti. Edhe lavaman, kështu që është me thënë. Këtu kemi rafte, por na tha këtë mos e përdorni se është afër derës. Përdorni këtë këtu, dhe kasafor, të mbyllim lekët tonë që kemi marrë me vete. Lekët japim lek doktorit. Ishte shumë fali në shtëpi, se kishim ca lek që unë doja t'ja lija mamave në shtëpi t'i kishin. Edhe Mauricio më pa duke i numëruar ato lekët, jo Mauricio, Bana, më pa duke i numëruar edhe më tha, po ti me ato lekët? Edhe i thash unë, ja t'ju alo ju t'i keni shtëpi. Edhe tha, thash, se mos edhe këtu i jepen lek doktorit, i merrni me veten në spital. Jo, i thash, tu nuk ka kështu gjërash. Nuk jemi si në Shqipëri, po që të shikojmë se si do jetë eksperienca e lindjes për herë të parë në Gjermani. Jemi gati për të hyrë, por nuk na lejohet kamera brenda, edhe do ta marrim vetëm për të bërë foto, kështu që deri lë me foto, nuk e di. Apo do është të përsi pa dashja dhe brenda? Jo, se di që janë drita kuqe. Dhe pyes një doktorit. Po, është drita kuqe. Njerëz, kam shumë frikë, kam qarë deri tani, por uroj të shkoj çdo gjë mirë. Çdo gjë mirë do shkoj. Ciao. Tschüss.
është momenti të ikim të shtëpia jonë me babin, mamin me nënën. Bravo. Kjo është Niki. Kjo është nëna Bana. Në bana që do vdes pare, në bana Perëndi. Edhe është me Lorraine. Ka dhe zoti Perëndi, që ka dhe zoti. E kemi mbuluar komplet. Tu është Lorraine. Lorraine. Ikëm nga spitali. Kemi rrugës për në shtëpi. Bye bye.